Pas ngritjes së 2 qendrave të emigrantëve në Lezhë, Edi Rama, shpopulluesi i madh, ka vendosur ta shtrijë këtë projekt apatrid edhe në jug të vendit. Projekti i turpshëm, veç zakonit hileqar të Ramës për t'i thënë po si vasal çdo kërkeset huaj, është edhe përpjekje për të ripopulluar Shqipërinë e boshatisur nga qeverisja e tij me kombësi të tjera që vijnë nga traumat e tyre. Ky plan antikombëtar do të zgjerohet me 20 qendra në Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër me një kapacitet deri në 8.000 persona. Ky projekt është bërë në ilegalitet të plot, siç bëri edhe me rastin Meloni, siç bënin dje qelizat komuniste dhe ato patronazhiste sot, duke vënë në dispozicion territore dhe ndërtesa publike. Në qarkun e Korçës janë parashikuar 10 qendra akomodimi, në Bilisht, në Kolonjë, Maliq, Pogradec dhe Pustec. Në qarkun e Vlorës, qendra do të ngrihen në qytet, në Konvikte, në Pallatin e Sportit Flamurtari, në Shkollën e Marinës dhe në Novosel, duke prekur edhe Himarën, Delvinën dhe Konispolin. Në Bashkinë Gjirokastër do të përdoret zona e qytetit ku kanë qenë rezervat e shtetit. Në një kohë kur fermerët e Korçës, Devollit dhe Maliqit vuajnë mungesën e financimeve dhe pasojat e përmbytjeve, Edi Rama planifikon të shpenzojë nga 7 deri në 10 milion euro për ngritjen e qendrave të pritjes së emigrantëve nga vendet të treta. Ai duhet të shpjegojë publikisht pse duhen qendra pritje në zona turistike si Vlora dhe Himara, të paprekura nga flukset e emigracionit. Ky vendim vjen kur Rama është zhytur në korrupsion dhe hajdutëri dhe nuk është gjë tjetër veç se një pazar personal për të ruajtur mbështetjen ndërkombëtare që po humbet pas demaskimit nga opozita dhe mediat e huaja. Shqipëria nuk është çiflig i Edi Ramës, që ta vendos në dispozicion të huajve territoret e saj. Krizat qeverisëse, drama e shpopullimit, imazhi prej narkomani dhe narkokryeministri, që po përhap shtypin ndërkombëtar, nuk përmirësohen me makjazhe si humanist dhe globalist. Partia Demokratike nuk është kundër të huajve, të cilët vijnë nga zona të rrezikuara, por Shqipëria nuk ka kapacitete për të përballuar valë të tilla emigracioni, të injektuar dhe të kontrolluar. Për më shumë, Shqipëria nuk e mban dot barrën e rëndë të ksenofobisë që mund të sjellin aksionet e Ramës, i cili, për të përmirësuar imazhin e vet, do të dëmtojë vendin dhe të ardhmen e shqiptarëve. Partia Demokratike kërkon me alarm transparencë dhe trajtimin e kësaj çështje si të dorës parë për sigurinë kombëtare. Një apatridi si Edi Rama i duhet thënë ndal përpara se të jetë vonë. Një Shqipëri e braktisur nga shqiptarët dhe populluar nga afganët apo të tjerë, nuk është vendi i dur as për ata që janë këtu, as për ata që pritet të vinë. Është një eksperiment social i dikujt që kujton se qeverisja e mirë zvendçohet me poza humaniste. Detyra e çdo kryeministri është ruajtja e familjeve që përbëjnë kombin e tij, jo ndërtimi i një hani global i cili rrezikon të mos jetë shtëpia e askujt. Faleminderit.